Një vajzë e rrugës gjen një portofol të rënë në tokë me fotografinë e nënës së saj të ndjerë. Kur përpiqesh me pronarin, një milioner i ri, ajo zbulon një lidhje familjare që do të ndryshojë gjithçka. Ky zbulim nis një udhëtim të mbushur me sekrete, konflikte dhe transformim. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e bukur që do të dëgjoni në jetën tuaj. Pasditja po binte mbi Tiranë me atë nxitimin karakteristik të qyteteve të mëdha, ku gjithçka duket se ndodh në të njëjtën kohë dhe asgjë nuk ka rëndësi përtej takimit të radhës, mbledhjes së radhës, biznesit të radhës. Në bulevardin Dëshmorët e Kombit, lëvizja ishte e ethshme si gjithmonë, një turm njerëzish që ecnin me nxitim, secili duke mbartur universin e vet të shqetësimeve, ëndrave dhe sekreteve. Mes tyre, pothuajse e padukshme për sytë e kalimtarëve, ishte një vajzë vetëm 7 vjeçe, e ulur në trotuar, me dorën e shtrirë dhe sytë e ulur. Ajo quhej Elira, megjithse ky emër shqiptohej aq rrallë saqë ndonjëherë edhe ajo vetë harronte se si tingëllonte në buzët e dikujt që e donte. Prej muajsh jetonte në rrugë, që kur gjithçka në jetën e saj ndryshoi në mënyrë kaq të beftë dhe të dhimbshme. Më parë, kishte një nën, një shtëpi të vogël por plot dashuri dhe sigurinë se, pavarësisht vështirësive, kishte dikë në botë që kujdesej për të. Por jeta ka një mënyrë mizore për të na rrëmbyer atë që duam më shumë, dhe Elira e mësoi këtë shumë herë. Nëna e saj, Juliana, ishte një grua me buzëqeshje të lehtë dhe duar të kallojzuara, e cila punonte si pastruese në disa pallate në qendër të qytetit. Zgjohej para se të lindte dielli dhe kthehej në shtëpi kur nata tashmë kishte rënë, por gjithmonë gjente energji për të përqafuar Elirën, për ta pyetur për ditën e saj në shkollë dhe për të përgatitur një darkë të thjeshtë, të bërë me dashuri dhe kreativitet. Ishin të varfra, por kishte lumturi në atë shtëpi modeste, një lumturi që Elira mësoi ta vlerësonte vetëm pasi e humbi. Gjithçka filloi të shkërmoqej kur Juliana nisi të ndjente ato dhimbje të çuditshme, një lodhje që nuk kalonte as pas një nate të tërë gjumi, një mungesë ajri që e tremte. Ajo u përpoq të injoronte simptomat për javë të tëra, sepse nuk kishte as kohë e as para për mjek, por erdhi një ditë kur trupi i saj thjesht nuk duroi më. Elira ende e kujtonte atë mëngjes me një qartësi të dhimbshme. Nëna e saj e rënë në dyshemen e kuzhinës, e zbeth, duke u dridhur, dhe ajo, një fëmijë i frikësuar, pa ditur ç'të bënte përveç se të bërtiste për ndihmë. Fqinjet thirrën ambulancën dhe Juliana u dërgua me urgjencë në spital. Elira shkoi bashkë me të, e kapur pas dorës së nënës, duke i premtuar vetes se gjithçka do të shkonte mirë, se së shpejti do të ktheheshin në shtëpi dhe jeta do të vazhdonte si më parë. Por jeta rrallëherë i mban premtimet që i bëjmë vetes në orët e dëshpërimit. Juliana kaloi ditë të tëra e shtruar, mes tubave dhe aparateve që cicëronin pa pushim, ndërsa Elira flinte në karriget e parehatshme të sallës së pritjes, duke u ushqyer nga bamirësia e infermierëve dhe vullnetarëve. Ishte në një nga ato net, kur Elira më në fund kishte rënë në gjumë e mbështetur në murin e ftohtë të korridorit, që një infermiere erdhi ta zgjonte me delikatesë dhe me atë vështrimin që ajo nuk do ta harronte kurrë. Atë vështrim që thoshte gjithçka pa pasur nevojë për fjalë. Nëna e saj ishte ndarë nga jeta. Kishte lënë këtë botë duke marrë me vete gjithë dashurinë dhe sigurinë që Elira njihte. Vajza nuk qau në atë moment. Mbeti thjesht në heshtje, duke parë në boshllëk, duke u përpjekur të përpunonte një informacion që mendja e saj fëmijore refuzonte ta pranonte. Pas kësaj, gjithçka ndodhi shumë shpejt dhe në të njëjtën kohë u duk si një përjetësi. Meqense se Elira nuk kishte të afërm të tjerë të njohur, u dërgua në një qendër sociale kolektive në zonën e kombinatit. Vendi ishte i madh, i zhurmshëm dhe i të mbushur, me dhjetëra fëmijë që ndanin dhoma të ngushta dhe të rritur të mbingarkuar që mezi arrinin të kujdeseshin për kaq shumë gojë për të ushqyer dhe kaq shumë shpirtra për të përkëdhelur. Elira kaloi javë atje, e qetë, e tërhequr, ende duke përpunuar humbjen e nënës dhe duke u përpjekur të përshtatej me atë realitet të ri që ishte imponuar. Por qendra sociale nuk ishte një vend i sigurt. Elira ishte e vogël, e brisht, dhe shpejt mësoi se edhe aty brenda kishte rreziqe. Fëmijë më të rritur që i vidhnin ushqimin, punonjës që shtiresheshin sikur nuk shihnin kur ndodhte diçka e gabuar, dhe ajo ndjesia e vazhdueshme se askush nuk interesohej vërtet se çfarë do të ndodhte me të. Ishte pas një episodi veçanërisht të vështirë, të cilin ajo preferonte të mos e kujtonte në detaje, që Elira mori vendimin që do të ndryshonte gjithçka. Ajo do të arratisej. Do të arratisej në rrugë, ku të paktën do të kishte kontrollin mbi jetën e saj, ku mund të vraponte, të fshihej, të mbjetonte ashtu siç të mundej.
Dhe kështu, në një agim të ftohtë, Elira u arratis nga qendra sociale nga pjesa e pasme, duke u ngjitur në një mur të ulët dhe duke vrapuar pa kthyer kokën pas. Ishte vetëm 6 vjeç e gjysmë në atë kohë, por tashmë ishte plakur me dekada në dhimbje dhe zhgënjim. Në rrugë, mësoi shpejt rregullat e mbijetesës, ku të kërkonte ushqim pa u përzënë, cilët të rritur ishin të rrezikshëm dhe cilët ndonjëherë tregonin mëshirë, ku të flinte për të mos pasur aq ftohtë, si të bëhej e padukshme kur ishte e nevojshme. Tani, e ulur në atë trotuar të lëvizshëm të bulevardit, Elira vëzhgonte njerëzit që kalonin. Nuk priste më shumë prej tyre. Disa hidhnin moneda pa e parë në fytyrë, të tjerë shmangnin vështrimin me nxitim, të turpëruar ose të irrituar nga prania e saj. Ajo kishte mësuar të mos e merrte personale, të kuptonte se secili mbarte problemet e veta dhe se një fëmijë rruge ishte vetëm një bezdi më shumë në peizazhin kaotik urban. Atëherë u shfaq ai. Genti Berisha ishte 28 vjeç dhe kishte gjithë pamjen e dikujt që lindi me botën në këmbët e tij. I gjatë, me trup atletik, i veshur me një kostum të patëmet dhe duke mbajtur një çantë lëkure që sigurisht kushtonte më shumë se sa fitonin shumë njerëz në një vit, ai ecte me atë sigurim tipike të atij që kur nuk ka pasur nevojë të dyshojë për vendin e tij në botë. Ishte trashëgimtar i njërës prej familjeve më të pasura dhe me ndikim të Tiranës, pronar të një rjeti hotelesh luksoze që shtrihej në të gjithë vendin. Genti u rrit në vila, studioi në shkollat private më të mira, kaloi pushimet në resorte ekskluzive dhe kur nuk u desh të shqetësohej për paratë. Por gjithë kjo bollëk material shoqërohej me një zbrazëti që ai vetëm kohët e fundit kishte filluar ta njihte. Jeta e tij ishte një varg mbledhjesh biznesi, eventesh sociale ku duhej të buzëqeshte për njerëz që nuk I interesonin, dhe marrëdhënie sipërfaqësore që kur nuk e preknin vërtet zemrën e tij. Diçka mungonte, një lidhje e vërtet, një qëllim përtej thjesht mbajtjes dhe rritjes së perandorisë familjare. Atë pasdite, Genti ishte vonë për një tjetër mbledhje me investitor ndërkombëtar. Celulari I tij nuk pushonte së vibruari me mesazhe urgjente nga zyra, dhe mendja e tij ishte e zënë me bilance, parashikime fitimi dhe strategji zgjerimi. Prandaj, duke kaluar me nxitim trotuarin, nuk e vuri re kur portofoli I rëshiti nga xhepi I brendshëm I xhaketës dhe ra në tokë. Elira e pa portofolin të binte. Për një çast, instinktet e saj të mbijetesës I bërtitën që ta merrte dhe të ikte me vrap, sepse aty brenda sigurisht kishte para të mjaftueshme për të ngrënë mirë për javë të tëra. Por diçka e bëri të hezitonte. Ndoshta ishte kujtimi I largët I nënës që I thoshte se ndeshmëria ishte një nga thesaret e vetme që të varfrit mund të kishin, ose ndoshta ishte thjesht lodhje e tepërt për të vrapuar. Ajo u ngrit ngadalë, mori portofolin nga toka dhe thirri. Zotëri, zëri I saj I vogël mezi arrinte të konkuronte me zhurmën e trafikut dhe bisedave përreth, por diçka e bëri atë të ndalonte dhe të kthente kokën pas. Kur sytë e tij takuan vajzën e pistë, zbathur, që mbante portofolin e tij me të dyja duart sikur të ishte diçka e shenjtë, Genti ndiu një therrje faji të përzier me irritim. U kthye tek ajo me hapa të shpejt, mori portofolin dhe mërmëriti një faleminderit mekanik, tashmë duke u kthyer për të vazhduar rrugën e tij. Por Elira nuk e lëshoi portofolin menjëherë. Sytë e saj ishin ngulur në diçka që kishte parë kur e hapi për të kërkuar ndonjë para, diçka që ja ndaloi zemrën për një sekondë. Zotëri, tha ajo me zë të dridhur, duke treguar brenda portofolit të hapur. Pse keni një foto të mamas sime? Genti rudhi vetullat, I hutuar. Për çfarë po flet, vogëlushe? Ai hapi portofolin dhe kërkoi mes kartave dhe kartëmonedhave derisa gjeti ndarjen e vogël ku mbante një fotografi të vetme, të zverdhur nga koha. Ishte imazhi I një gruaje të re, me një buzëqeshje të ndrojtur dhe sy të shndritshëm, fotografuar në një park në një ditë me diell. Ai gjithmonë e mbante atë foto me vete, megjithse kur nuk dinte ta shpjegonte saktësisht pse. Ishte një nga sendet e pakta që kishte gjetur mes gjërave të nënës së tij pasi ajo ndroi jetë vite më parë. Kjo grua këtu, pyeti Genti, duke I treguar foton e Lirës. Vajza pohoi me kokë dhe syt I mbushën me lodh. Kjo është mamaja ime. Ishte mamaja ime. Ajo iku para disa muajsh. Pse keni një foto të saj? Genti ndjeu botën t'i rrotullohej rreth tij. Kjo nuk kishte asnjë kuptim. Si mundet një fëmijë rruge të njihte një foto që ai e kishte gjetur mes sendeve të nënës së tij të ndjerë?
Shikoi përreth, turmën indiferente që vazhdonte të kalonte dhe papritur të gjitha mbledhjet e tij urgjente, të gjitha angazhimet e tij të rëndësishme u dukën të parëndësishme përballë atij misteri të pamundur. Ai ul në gjunjë, duke u barazuar me sytë e Elirës. Si quhesh? Elira. Elira prifti. Mbiemri nuk i thoshte asgjë, por kishte diçka në sytë e asaj vajze, diçka familjare që ai nuk arrinte ta identifikonte. Dëgjo, Elira. Nuk e di si e njeh gruan e kësaj fotoje, por duhet të kuptoj se çfarë po ndodh. Mund të më tregosh më shumë për nënën tënde? Cili ishte emri i saj? Juliana, u përgjigj Elira me zë të mbytur. Juliana prifti. Ajo punonte duke pastruar pallate. Ne banonim në një shtëpi të vogël në zonën e Tiranës së Re. Ajo gjithmonë thoshte se unë isha gjithçka që kishte në botë. Genti mori frym thellë, duke u përpjekur të përpunonte atë orë tek informacionesh që nuk kishin asnjë kuptim. Mendja e tij racionale e biznesmenit kërkonte shpjegime logjike, rastësi të mundshme, por diçka më e thellë, diçka instinktive, i thoshte se kjo ishte e rëndësishme, se ai takim nuk ishte thjesht rastësi. Elira, tha ai më në fund, a je e uritur? Vajza pohoi me kokë me ndrojtje. Atëherë do të bëjmë kështu. Do të çoj të hash diçka dhe do të bisedojmë me qetësi. A pranon? Elira hezitoi. Kishte mësuar në rrugë të mos u besonte të rriturve që ofronin ndihmë, veçanërisht burrave të veshur mirë që donin ta çonin diku. Por kishte diçka në sytë e Gentit, një sinqeritet që ajo e njihte, që i kujtonte sytë e nënës së saj kur i premtonte se gjithçka do të shkonte mirë. Pranoj, mërmëriti ajo. Genti mori celularin dhe i dërgoi një mesazh të shpejtë sekretares së tij, duke anuluar të gjitha mbledhjet e pasdites. Për herë të parë në vite, diçka më e rëndësishme se biznesi kishte dalë në jetën e tij, dhe ai ende nuk e dinte se çfarë. I bëri shenjë një taksi dhe së shpejti ishin rrugës për në një restorant diskret që Genti e njihte, larg lëvizjes frenetike të bulevardit. Gjatë rrugës, Elira shikonte nga dritarja e makinës me sy të zgurdulluar. Kishte kaq shumë kohë që nuk kishte hipur në një automjet kaq të pastër dhe të rehatshëm. Shoferi vuri kondicionerin dhe ajo ndjeu për herë të parë në muaj atë ndjesinë e freskisë që pothuajse e kishte harruar se ekzistonte. Genti e vëzhgonte vajzën në heshtje, duke vënë re detajet që tregonin një histori të trishtë, rrobat e vjetra dhe të pista, flokët e ngatëruar, këmbët zbathur dhe të vrara, por mbi të gjitha ata sy që kishin parë dhimbje të tepërt për dikë kaq të re. Kur arritën në restorant, Genti kërkoi një tavolinë të rezervuar në fund, larg vështrimeve kurioztare të klientëve të tjerë. Jo sepse turpëroi që ishte me një fëmijë në situatë rruge, por sepse ndjente se ajo bisedë kërkonte privatësi. Porositi një pjatë bujare me ushqim për Elirën, e cila hëngri me një grykësi të përmbajtur, duke u përpjekur të ruante një farë dinjiteti edhe pse po shuante urinë e ditëve. Genti priti me durim që ajo të mbaronte, duke vëzhguar në heshtje ndërsa organizonte mendimet e tij. Kur më në fund Elira fshiu gojen me pecet dhe e shikoi me mirënjohje, ai vendosi se ishte koha për të kërkuar përgjigje. Elira, filloi Genti me zë të butë, kam nevojë të më tregosh gjithçka për nënën tënde. Si ishte ajo, ku banonit, çfarë ndodhi? Gjithçka që mban mend. Dhe kështu, në atë cep të rezervuar të një restoranti të sofistikuar të Tiranës, një vajzë 7 vjeçe filloi të rrëfente historinë e saj. Foli për Julianën, për mënyrën se si nëna e saj punonte aq shumë por gjithmonë gjente kohë për netët kur flinin të përqafuara në dyshekun e hollë të dhomës së vogël, për mënyrën se si Juliana këndonte me zë të ulët për t'i larguar makthet. Tregoi për ditën kur nëna e saj u sëmur, për spitalin, për ato ditë të fundit të vështira kur i mbante dorën Julianës, ndërsa ajo bëhej gjithnjë më e dobët, më e largët. Foli për qendrën sociale, për mënyrën se si u ndje e humbur dhe e friksuar atje, për vendimin për t'u arratisur dhe për të provuar të mbijetonte vetëm në rrugë. Dhe ndërsa fliste, lotët i rridhnin lirshëm në përfaqe, vite dhimbjeje dhe vetmie më në fund gjetën një hapësirë të sigurt për t'u shfaqur. Genti dëgjonte në heshtje, duke ndjerë zemrën e tij të shtrëngohej me çdo detaj të asaj tragjedie fëminore. Kur Elira mbaroi, e raskapitur. Emocionalisht, ishte radha e Gentit të ndante pjesën e tij të historisë. Tregoi për fëmijërinë e tij të privilegjuar, por edhe për mungesën emocionale të babait të tij, një burr i fiksuar pas biznesit që rrallëherë ishte i pranishëm.
Foli për nënën e tij, një grua elegante por e trishtuar, e cila ishte ndarë nga jeta kur ai ishte vetëm 15 vjeç, duke lënë një zbrazëti që asnjë sasi parash nuk arriti ta mbushte. Dhe ishte mes sendeve të saj, shpjegoi Genti, që gjeta këtë foto. Kur nuk e dija se kush ishte gruaja në imazh. Nëna ime kur nuk foli për të, dhe babai im gjithmonë e shmangte temën kur e pyesja. E ruajta foton sepse, në një farë mënyre, ndjeja se ishte e rëndësishme, se kishte një histori aty që duhej ta njihja. Elira e shikoi Gentin me sytë e saj të mëdhenj dhe të trishtuar. A mendoni se nëna juaj e njihte maman time? Genti qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, mendja e tij punonte me shpejtësi maksimale për të lidhur pikat që ende nuk kishin kuptim të plotë. Nuk e di, Elira. Por do ta zbuloj. Të premtoj se do ta zbuloj. Në atë moment, ndërsa pasditja shndërrohej në natë jashtë dritareve të restorantit, dy jetë krejtësisht të ndryshme u kryqëzuan në një mënyrë që asnjëri prej tyre nuk mund ta kishte parashikuar. Genti shikoi atë vajzë të brisht të ulur përballë tij dhe ndjeu diçka të lëvizte brenda gjoksit të tij, një lidhje të pashpjegueshme, një impuls për të mbrojtur, për të kujdesur, për të mos e lënë të kthehej në rrugë. Elira, tha ai më në fund, ti ke nevojë për një vend ku të qëndrosh sonte. Një vend të sigurt, ku mund të bësh një dush, të flesh në një krevat të vërtetë. A pranon të vish në shtëpinë time? Të premtoj se do të jesh e sigurt. Dhe nesër, fillojmë të hetojmë këtë histori, të zbulojmë se si nënat tona lidheshin. Elira e shikoi për një moment të gjatë, sytë e saj fëminor duke u përpjekur të vlerësonin nëse mund t'i besonte atij burri të pasur dhe të veshur mirë që ishte shfaqur në jetën e saj në mënyrë kaq të papritur. Kishte frikë, po, sepse jeta në rrugë e kishte mësuar se të besoje ishte e rrezikshme. Por kishte edhe shpresë, atë shkëndij kokfort shpresë që ende shkëlqente diku thellë në zemrën e saj, pavarësisht gjithçkaje që kishte kaluar. Në rregull, përshpëriti ajo më në fund. Genti ndjeu një lehtësim që nuk dinte ta shpjegonte. I bëri shenjë kamerierit, pagoi faturën dhe së bashku dolën nga restoranti. Nata kishte rënë plotësisht mbi Tiranë dhe qyteti vazhdonte kërcimin e tij frenetik të dritave, tingujve dhe jetëve që kryqëzoheshin pa e vënë re. Por për Gentin dhe Elirën, diçka thelbësore kishte ndryshuar. Ata ende nuk e dinin dimensionin e atij ndryshimi, nuk e imagjinonin sekretet që ishin gati të zbulonin, as se si ai takim i rastësishëm do të formsonte pjesën tjetër të jetës së tyre. Ndërsa makina e Gentit përshkonte rrugët e ndriçuara në drejtim të apartamentit të tij në blok, Elira shikonte nga dritarja, duke e parë qytetin me sy të tjerë. Për herë të parë në muaj, ajo nuk ishte vetëm. Për herë të parë që kur nëna e saj ishte ndarë nga jeta, dikush dukej se interesohej vërtet se çfarë do të ndodhte me të. Dhe megjithse ende kishte frikë nga e panjohura, kishte edhe atë ndjesinë e brish dhe të çmuar që pothuajse e kishte harruar se ekzistonte. Ndjesinë se ndoshta, vetëm ndoshta, gjërat mund të përmirësoheshin. Kapitulli 2. Apartamenti i Gentit në blok ishte gjithçka që Elira kur nuk e kishte imagjinuar se mund të ekzistonte. Zinte katin e fundit të një ndërtese moderne, me dritare të mëdha që ofronin një pamje panoramike të dritave të qytetit. Dyshemeja ishte prej mermerit të lustruar, aq e pastër sa që ajo mund të shihte reflektimin e saj, dhe mobiljet dukeshin sikur kishin dalë nga një revistë dekorimi. Elira hyri me ndrojtje, me frikën se mos ndoste diçka me këmbët e saj zbathur dhe të pluhurosura, por Genti e udhëhoqi me butësi deri në banjën kryesore. Do të kërkoj që dikush të sjellë rroba të përshtatshme për ty, tha ai. Për momentin, bëj një dush të ngrohtë, përdor sa të duash ujë dhe sapun. Ka peshqir të pastër në atë dollap. Do të lë një bluzë timen këtu jashtë që ta veshësh derisa të vinë rrobat. Pa nxitim, në rregull. Elira pohoi me kokë, ende pa besuar plotësisht se çfarë po ndodhte. Kur Genti mbylli derën, ajo mbeti vetëm në atë banjë që ishte më e madhe se e gjithë dhoma ku jetonte me nënën. Pasqyra mbi lavaman reflektonte një imazh që ajo mezi e njihte, një vajzë e pistë, me flokë të ngatëruar dhe sy të futur brenda. Ndezi dushin dhe priti që uji të ngrohej, diçka që nuk e kishte provuar prej muajsh. Kur më në fund hyri nën ujin e ngrohtë, la lotët të përziheshin me ujin, duke qarë për gjithçka që kishte humbur dhe për shpresën e çuditshme që filloi të mbinte në gjoksin e saj. Ndërsa Elira lahej, Genti ishte në sallon, i ulur në divanin prej lëkure, me kokën mes duarve. Fotoja e Julianës ishte mbi tavolinën e kafes përballë tij, dhe ai e vëzhgonte sikur të mund të nxirrte prej saj të gjitha përgjigjet që i nevojiteshin.
Mori celularin dhe, pasi hezitoi për disa sekonda, formoi numrin e Artur Konomit, avokatit të familjes Berisha prej më shumë se 30 vitesh. Artur, më fal që po të telefonoj në këtë orë, tha agenti kur avokati u përgjigj. Kam nevojë për ndihmën tënde për diçka urgjente. Mund të vish në apartamentin tim tani? Ka të bëj me diçka që lidhet me baban tim. Arturi, një burr rreth të 60-tave, me flokë të thinjur dhe një qëndrim gjithmonë të patëmet, e kuptoi urgjencën në zërin e Gentit. Do të jem aty për 20 minuta, u përgjigj pa bërë pyetje. Ndërsa priste avokatin, Genti shkoi në kuzhinë dhe përgatiti një çokoladë të ngrohtë. Nuk e dinte saktësisht pse po e bënte këtë, por kujtonte vagëll se kur ishte fëmijë dhe ndihej i trishtuar, nëna e tij i bënte çokoladë të ngrohtë. Iu duk gjesti i duhur në atë moment. Kur Elira doli nga banja, e veshur me një bluzë të madhe të Gentit që i arrinte deri te gjunjët, me flokët e lagur dhe të pastër që i binin mbi supe, ajo dukej një fëmijë krejtësisht tjetër. Sytë e saj ende mbanin trishtim, por kishte edhe një shkëlqim digniteti të rigjetur. Genti i dha filxhanin me çokoladë të ngrohtë dhe një batanie të butë, duke i treguar divanin. Ulu këtu. Thira dik që mund të na ndihmoj të kuptojmë gjithë këtë histori. Ai ishte mik i babait tim dhe e njeh historinë e familjes sime më mirë se kushdo tjetër. Elira u mblodh kruspull në divan, e mbështjell me batanie, duke pirë çokoladën e ngrohtë sikur të ishte lëngu më i çmuar në boll. Për herë të parë në muaj, ndihej pothuajse përsëri njeri, pothuajse si vajza që ishte para se gjithçka të shembej. Kur Arturi mbërriti, gjeti Gentin dhe Elirën të ulur në sallon në heshtje. Avokati e përshëndeti Gentin me një shtrëngim dore të fortë dhe e shikoi me kureshtje dhe dëmshuri vajzën në divan. Genti bëri prezantimet e shkurtra dhe shkoi drejtë në temë, duke i treguar fotografinë e Julianës dhe duke i rrëfyer takimin e pabesueshëm të pasdites. Artur, kam nevojë të di të vërtetën, tha agenti me zë të prerë. Kjo grua në foto, Juliana Prifti, mund të ketë ndonjë lidhje me baban tim. Elira thot se ishte nëna e saj. A di gjë për këtë? Fytyra e Arturit u zbe dukshëm. Ai mori fotografinë me duar që i dridheshin lehtë dhe e vëzhgoi për një moment të gjallë. Kur më në fund ngriti sytë drejt Gentit, aty kishte një përzierje keqardhjeje dhe ngurrimi. Genti, tha ai ngadalë, ka gjëra për baban tënd që shpresoja të mos mi duhej t'i zbuloja kurrë. Por përballë kësaj situate, ti meriton ta dish të vërtetën. Babai yt, Agim Berisha, ishte një njeri me shumë cilësi, por edhe me shumë të meta. Dhe një nga të metat e tij më të mëdha ishte paftësia për të nderuar angazhimet e tij personale, ndërsa ndërtonte perandorinë e tij të biznesit. Genti ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. Vazhdo, tha ai. Babai yt pati disa marrëdhënie jashtëmartësore gjatë jetës së tij. Nëna jote e dinte, vuante në heshtje, por kur nuk e la për shkak të skandalit social që do të shkaktonte dhe për shkakun tënd. Disa nga këto marrëdhënie ishin kalimtare, të tjera zgjatën me vite. Dhe nga disa prej këtyre marrëdhënieve lindën fëmijë. Elira, e cila deri atëherë kishte qëndruar e qetë në këndin e saj, u drejtua në divan, sytë e saj të zgurdulluar të ngulur te avokati. Mamaja ime, përshpëriti ajo, e njihte baban e tij? Arturi e shikoi vajzën me një trishtim të thellë në sy. Nëse ti je vajza e Juliana Priftit, atëherë po. Babai yt pati një marrëdhënie me të për gati 3 vjet. Juliana punonte si pastruese në një nga hotelet e familjes, aty u njohan. Për aq sa di unë, Agimi me të vërtet u lidh me të, më shumë se me të tjerat. Por kur ajo mbeti shtatzën, ai bëri atë që bënte gjithmonë, u zhduk, mohoi çdo përgjegjësi publikisht dhe i ofroi para që ajo të mbante gojën mbyllur. Dhe ajo i pranoi paratë, pyeti Genti, duke ndjerë një përzierje të çuditshme zemërimi dhe trishtimi. Jo, u përgjigj Arturi. Juliana refuzoi. Tha se nuk donte asgjë prej tij përveç se të pranonte vajzën. Por Agimi nuk ishte i gatshëm ta bënte këtë. Kishte frikë se si do të ndikonte kjo në reputacionin e tij, në bizneset e tij, në martesën e tij tashmë të brishtë. Kështu që ajo thjesht u zhduk, e rriti vajzën vetëm, punoi shumë për t'i dhënë asaj atë që mundej. Elira filloi të qante në heshtje. Mamaja ime kur nuk më tha se kush ishte babai im. Sa herë që e pyesja, ajo thoshte se ai kishte ikur, se nuk ishte i rëndësishëm, se ne të dyja mjaftonim. Unë mendoja se ai na kishte braktisur para se të lindja. Kjo ndodhi, tha Arturi me butësi.
por braktisja ishte zgjedhja e tij, jo e saj. Juliana ishte një grua dinjitoze, që bëri më të mirën që mundi me rrethanat që ju dhanë. Genti u ngrit dhe filloi të ecte nëpër dhomë, duke përpunuar atë orë tek informacionesh. Atëherë Elira është motra ime, tha ai, më shumë për vete se sa për të tjerët. Kemi të njëjtin baba. Po, konfirmoi Arturi. Dhe ka më shumë. Në vitet e fundit të jetës, babai yt pati një ndryshim ndërgjegjeje. Ai e dinte se ishte i sëmur, se koha e tij ishte e kufizuar. Më kërkoi dhe më tha se donte të linte udhëzime të qarta në testamentin e tij. Ai bëri një listë të gjithë fëmijëve që kishte jashtë martese, me emra, data lindjeje, informacione për nënat. Dhe la përcaktime specifike që nëse ndonjëri prej tyre shfaqej ose gjendej, duhej të merrte mbrojtje dhe një pjesë të trashëgimisë. Sa, pyeti Genti me zë të ngjirur. Sa fëmijë pati përveç meje dhe Elirës? Arturi hezitoi para se të përgjigjej. Gjithsej, 7 fëmijë përveç teje. Elira është njëra prej tyre. Genti u ul rënd në divan, duke vënë duart në fytyrë. Atëherë unë kam 7 gjysmë vëllezër e motra të shpërndar andej këtej, dhe kur nuk kam ditur asgjë. Mamaja ime e dinte? Nëna jote dinte për disa, jo për të gjithë. Dhimbja e kësaj njohurie kontribuoi në gjendjen e saj shëndetësore në vitet e fundit. Ajo kur nuk donte që ti ta dije sepse kishte frikë se kjo do të ndryshonte mënyrën se si e shije baban tënd dhe familjen tënde. Elira, ende duke qarë, e shikoi Gentin. Atëherë ti e vëllai im? Vëllai im i vërtet? Genti u kthye nga ajo dhe për herë të parë që kur kishte filluar gjithçka, lejoi që lotët e tij të binin. Po, Elira. Jam vëllai yt. Dhe betohem për gjithçka se ti kur më nuk do të jesh vetëm. Do të kujdesem për ty ashtu siç duhej të ishte bërë që në fillim. Por Arturi ngriti një dorë si paralajmërim. Genti, ka diçka që duhet ta dish. Njerka jote, Mimoza Berisha, nuk do ta pranoj këtë lehtë. Ajo gjithmonë ka qenë kundër çdo njohjeje të fëmijëve jashtëmartesor të agimit. Kur të marrë vesh se Elira është këtu, se ti synon ta pranosh si motër dhe se ajo ka të drejtë në trashëgimi, do të bëj gjithçka në fuqinë e saj për ta penguar këtë. Le të provoj, tha Genti me një vendosmëri që befasoi edhe vetë atë. Elira është motra ime. Është një fëmijë që ka kaluar gjëra të tmerrshme dhe që meriton të ketë një familje, të ketë siguri, të ketë të ardhme. Asnjë betejë gjyqësore nuk do të më bëjë të heq dorë prej saj. Arturi pohoi me kokë, i kënaqur me vendosmërinë e të riu. Atëherë le të përgatitemi. Do të jetë një betejë e gjatë. Mimoza ka burime dhe është e gatshme t'i përdor. Por testamenti i babait tënd është i qartë dhe me një test adnie do të arrijmë të provojmë lidhjen e gjakut. Çështja është se kjo mund të zgjasë me muaj, madje edhe më shumë se një vit. Genti e shikoi Elirën, e cila e vëzhgonte me një përzierje shprese dhe frike. Sa do kohë të duhet, unë do të jem këtu. Ajo do të banoj me mua. Do të siguroj gjithçka që i nevojitet, shkollë, rroba, kujdes mjekësor. A mund të fillosh procedurat ligjore që unë të bëhem kujdestari i saj ligjor? Mundem. Por edhe kjo do të kundërshtohet nga Mimoza. Ajo do të argumentoj se ti nuk ke përvojë me fëmijët, se je shumë i ri, se ka alternativa më të mira si një qendër sociale institucionale cilësore. Elira u mblodh kruspull kur dëgjoi fjalën qendër sociale dhe Genti e vuri re me njëherë. Asnjë qendër sociale, tha ai me vendosmëri. Ajo qëndron me mua. Do të punësoj dado, mësues privat, çfarëdo që të jetë e nevojshme. Artur, bëj ç'të duhet për ta legalizuar këtë kujdestari. Në javët në vijim, jeta e Gentit dhe Elirës ndryshoi rënjësisht. Genti shndërroi një nga dhomat e miqve të apartamentit të tij në një dhomë për Elirën, me krevat të ri, dollap plot me rroba të përshtatshme, lodra dhe libra. Punësoi një psikologe të specializuar në trauma fëminore për ta ndihmuar Elirën të përpunonte gjithçka që kishte kaluar dhe një mësuese private për ta ndihmuar të kthehej në mësime, pasi kishte humbur muaj shkolle. Elira, nga ana e saj, luftonte çdo ditë për të besuar se gjithë kjo ishte e vërtetë, se nuk ishte vetëm një ëndër nga e cila do të zgjohej përsëri në rrugët e ftohta dhe të vetmuara. Kishte net kur zgjohej e frikësuar, duke kërkuar nënën, duke qarë për humbjen që ishte ende shumë e freskët.
Genti, i cili flinte në dhomën ngjitur, gjithmonë e dëgjonte dhe vinte ta ngushëllonte, duke u ulur në cep të krevatit dhe duke i mbajtur dorën derisa ajo të flinte përsëri. Ndërkohë, Mimoza Berisha e kishte marrë vesh lajmin për ekzistencën e Elirës përmes ekipit të saj të avokatëve. Reagimi i saj ishte saktësisht siç e kishte parashikuar Arturi, një tërbim i ftohtë dhe i llogaritur. Ajo nuk shqetësoi aq shumë për lidhjen emocionale që Genti po zhvillonte me vajzën, por për implikimet financiare. Nëse Elira njihej si vajzë legjitime e agimit, kishte të drejtë në një pjesë të konsiderueshme të trashëgimisë, gjë që do të zvogëlonte pasurinë që Mimoza kishte planifikuar ta mbante të paprekur për vete dhe për Gentin. Mimoza ngriti një padi gjyqësore për të kundërshtuar lidhjen e Elirës me familjen, duke argumentuar se nuk kishte prova konkrete, se historia ishte shumë e dyshimtë për të qenë e vërtetë, se mund të ishte një tentativë mashtrimi. Kërkoi teste ADN, hetim mbi jetën e Julianës, gjithçka që mund të hidhte dyshim mbi legjitimitetin e pretendimit të Elirës. Genti bashkëpunoi me të gjitha testet, i sigurt në rezultate. Kur analizat konfirmuan pa ekuivok se Elira dhe ai kishin të njëjtin baba, Mimoza ndryshoi strategji. Filloi të argumentonte se Genti ishte shumë i ri dhe pa përvojë për të qenë kujdestar i një fëmie të traumatizuar, se Elira kishte nevojë për kujdes profesional në një institucion të përshtatshëm, se mbajtja e vajzës në një mjedis luksos do të ishte e dëmshme për zhvillimin e saj emocional. Betejë gjyqësore u zvarrit për muaj të tërë. Ishin seanca të pafundme, dëshmi, vlerësime psikologjike, analiza të kushteve të jetesës. Elirës ju desh ta tregonte historinë e saj her pas here para punonjësve social, gjykatësve, psikologëve. Sa herë që i duhej të rijetonte muajt në rrugë, kohën në qendrën sociale, humbjen e nënës, ajo ndihej eri traumatizuar. Por Genti ishte gjithmonë pranë saj, duke i mbajtur dorën, duke i kujtuar se tani kishte dikë që do të luftonte për të. Gjatë kësaj kohe, Elira filloi ngadalë të merrte veten. Terapia e ndihmoi të përpunonte traumën, mësimet private e ndihmuan të rikuperonte vonesën shkollore dhe mbi të gjitha, mjedisi i sigurt dhe i dashur që Genti i ofronte filloi të rindërtonte besimin e saj në boll. Ajo filloi të buzëqeshte përsëri, fillimisht me ndrojtje, pastaj më shpesh. Zuri miqësi me disa fëmijë të pallatit, filloi të interesohej për libra dhe vizatim, zbuloi se i pëlqente muzika. Genti i vëzhgonte këto ndryshime me një dashuri vëllazërore që as nuk e dinte se e posedonte. Ai, që gjithmonë kishte jetuar i fokusuar në biznes dhe në ruajtjen e aparencave sociale, zbuloi një qëllim shumë më të madh në kujdesin për motrën e tij të vogël. Zvogëloi në mënyrë drastike orët e punës, refuzoi udhëtimet ndërkombëtare, riorganizoi gjithë jetën e tij rreth nevojave të Elirës. Dhe për habin e tij, kur nuk kishte qenë kaq i lumtur. Pas më shumë se një viti betejë gjyqësore, gjykatësi më në fund dha vendimin e tij. Elira u njoh zyrtarisht si vajza e Agim Berishës dhe si trashëgimtare legjitime e një pjese të pasurisë. Genti u emërua kujdestari i saj ligjor derisa ajo të arrinte moshën madhore. Mimoza e apeloi vendimin, por humbi në të gjitha instancat. Ligji ishte në anën e Elirës dhe faktet ishin të pakundërshtueshme. Ditën kur morën lajmin përfundimtar të fitores gjyqësore, Genti dhe Elira ishin ulur në sallonin e apartamentit, të njëjtin sallon ku gjithçka kishte filluar më shumë se një vit më parë. Elira, tani 8 vjeçe, kishte një pamje krejtësisht të ndryshme nga vajza e pistë dhe e frikësuar që kishte gjetur një portofol në trotuarin e bulevardit. Ishte e shëndetshme, e ushqyer mirë, e veshur mirë dhe mbi të gjitha, e dashur. Genti, tha ajo me zërin ende fëminor por me një mençuri për te moshës së saj, a mendon se mami do të ishte krenare për mua? Genti ndjeu sytë t'i digjinin. Ai e tërhoqi motrën në një përqafim të ngushtë. Jam absolutisht i sigurt se po. Nëna jote ishte një grua e jashtëzakonshme, Elira. Ajo të deshi me gjithçka që kishte, punoi pa u lodhur për të dhënë më të mirën që mundej. Dhe edhe pse nuk është më këtu, e di se ajo do të ishte jashtëzakonisht krenare për vajzën e fortë dhe guximtare që po bëhesh. Dhe a mendon se baba ynë, hezitoi ajo, u pendua që na braktisi? Genti mendoi me kujdes para se të përgjigjej. Mendoj se po. Mendoj se ai i kuptoi shumë vonë gabimet që bëri. Prandaj la ato udhëzime në testament. Nuk e justifikon atë që bëri, nuk e fshin dhimbjen që i shkaktoi nënës tënde dhe të gjitha grave të tjera që kaluan në përjetën e tij. Por tregon se, në fund, ai e pranoi se ju ekzistonit dhe meritonit të kujdeseshit.
Elira qëndroi në heshtje për një moment duke përpunuar. E di çfarë është e çuditshme? Unë duhet të isha e zemëruar me të. Duhet ta urreja që braktisi maman time, që e bëri atë të kalonte gjithçka vetëm. Por unë vetëm ndjej trishtim. Trishtim për të, për ty, për nënën tënde, për timen. Për të gjithë ne që humbëm kaq shumë kohë që mund të ishte kaluar së bashku. Genti i shtrëngoi dorën motrës. Ti ke një zemër shumë të mirë, Elira. Më të madhe se çdo inat apo mëri. Dhe kjo është ajo që do të çojë larg në jetë. Ishte në atë moment që telefoni i Gentit ra. Ishte Arturi dhe zëri i tij tingëllonte ndryshe, plot me një urgjencë që Genti nuk arrinte ta identifikonte. Genti, duhet të takoj nesër në zyrë. Ka diçka të rëndësishme që zbulova duke hetuar dokumentet e lëna nga baba yt. Diçka që do të ndryshojë gjithçka përsëri. Çfarë është, Artur? Mund të ma thuash tani. Preferoj personalisht. Por mund të them paraprakisht se baba yt la më shumë se vetëm udhëzime për Elirën. Ka informacione për fëmijët e tjerë. Kemi lokalizuar disa prej tyre. Genti ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Sa? 3 deri tani. Por besojmë se me më shumë hetime do të arrijmë t'i gjejmë të 7. Kur Genti mbylli telefonin, e shikoi Elirën me një përzierje emocionesh që ajo nuk arriti t'i deshifronte plotësisht. Çfarë ndodhi? Pyeti ajo. Elira, tha Genti ngadalë, si do të ndihesh të njihje vëllezërit dhe motrat tona të tjera? Gjysmë vëllezërit dhe motrat tona të tjera? Sytë e Elirës u zgurdulluan. Po thua se ata ekzistojnë vërtet? Se do t'i njohim? Duket se po. Arturi arriti të lokalizoj disa. Nuk e di sa, ose kush janë, ose ku janë. Por nëse ti dëshiron, mund të përpiqemi t'i gjejmë, t'i njohim. Elira qëndroi mendueshëm për një moment të gjatë. Pastaj më në fund tha, me atë bindjen që vetëm fëmijët e kanë kur besojnë thellësisht në diçka, dua t'i njoh. Ata janë familja jon. Dhe familja duhet të jetë bashkë, edhe nëse ka qenë ndarë më parë. Genti buzëqeshi, i prekur nga pjekuria dhe bujaria e motrës së tij të vogël. Atëherë do ta bëjmë këtë. Do të gjejmë vëllezërit dhe motrat tona. Dhe do të ndërtojmë familjen që babai ynë kur nuk pati guximin ta ndërtonte sa ishte gjallë. Atë natë, ndërsa Elira flinte e qetë në dhomën e saj të sigurt, Genti qëndroi zgjuar, duke parë nga dritarja dritat e Tiranës. Në pak më shumë se një vit, jeta e tij kishte ndryshuar plotësisht. Kishte fituar një motër që e donte sikur ta njihte gjithë jetën, kishte zbuluar të vërteta të dhimbshme për baban e tij, dhe tani ishte gati të nisej në një kërkim për vëllezër e motra që as nuk e dinte se ekzistonin. Jeta që bënte më parë, e fokusuar vetëm në para dhe status, i dukej kaq e zbrazët dhe pa kuptim krahasuar me atë që kishte tani. Kishte qëllim, kishte dashuri, kishte familje. Dhe për herë të parë në shumë kohë, Genti Berisha ndihej vërtet i gjallë. Kapitulli 3. Takimi në zyrën e Arturit u zhvillua në një mëngjes të shtunë me diell. Genti kishte marrë me vete Elirën, duke ndjerë se ajo kishte po aq të drejtë sa ai të dinte për vëllezërit e motrat që ishin gati të zbulonin. Zyra e avokatit ndodhej në zemër të qytetit, në një ndërtesë të vjetër por të mirëmbajtur, me mobilje druri të errët dhe rafte plot me libra juridik që arrinin deri në tavan. Arturi i priti me kafe dhe një ajër pritjeje të përmbajtur. Mbi tryezën e tij kishte dosje të organizuara, secila me një emër të ndryshëm të shkruar anash. Genti i numëroi shpejt, ishin 7 dosje përveç të tijës dhe të Elirës. 7 jetë që babai i tyre i kishte prekur dhe pastaj i kishte braktisur. Para se të fillojmë, tha Arturi, dua që të kuptoni se secila nga këto histori është unike dhe e dhimbshme në mënyrën e vet. Disa nga këta njerëz e dinë se kush ishte babai i tyre, të tjerë nuk kanë asnjë ide. Disa kanë kaluar vështirësi të mëdha, të tjerë kanë pasur jetë relativisht të qëndrueshme. Por të gjithë mbajnë shenjën e braktisjes atërore dhe nuk e dinë se si do të reagojnë kur të kontaktohen. Genti pohoi me kokë, duke i shtrënguar dorën Elirës që ishte ulur pranë tij. E kuptojmë. Duam t'i njohim, por nuk do të detyrojmë asgjë. Nëse ndonjëri prej tyre nuk dëshiron kontakt, do ta respektojmë. Arturi hapi dosjen e parë. Duke filluar me ata që i kemi lokalizuar plotësisht. I pari është Arber Dervishi, 24 vjeç, banon në Shkodër. Ai është muzikant, i bie kitarës në bare dhe evente.
Nëna e tij, Patricia Dervishi, ka punuar si sekretare në një nga hotelet e Rrjetit Berisha më shumë se 2 dekada më parë. Ajo kur nuk i tha Arbërit se kush ishte babai, vetëm se ai kishte ikur para se ai të lindte. Arbëri u rrit me ndihmën e gjyshërve nga nëna, pati një fëmijëri modeste por plot dashuri. Elira u përkul për të parë më mirë fotot që Arturi i po tregonte. Arbëri kishte një fytyrë miqësore, flok pak të gjatë dhe sy që dukeshin të butë edhe përmes fotografisë. Duket djalë i mirë, komentoi ajo me ndrojtje. Arturi buzëqeshi. Ashtu duket. Nëna e tij ndroi jetë para 2 vitesh dhe vetëm pas kësaj gjetëm dokumente me sendeve të saj që tregonin agimin si baba. Arbëri ende nuk di asgjë për këtë. Duke vazhduar, hapi dosjen e dytë. Marina Kola, 26 vjeçe, banon këtu në Tiranë, punon si infermiere në një spital publik në zonën jugore. Nëna e saj, Claudia Kola, gjithashtu ka punuar në hotelet Berisha, në sektorin e pastrimit. Ndryshe nga Patricia, Claudia i tregoi të vërtetën Marinës kur ajo ishte 15 vjeçe. Që atëherë, Marina mban shumë zemërim ndaj babait që kur nuk deshi ta njihte. Të arrish një afrim me të mund të jetë më e vështirë. Genti vëzhgoi foton e Marinës, një grua me shprehje serioze, flokët e mbledhur në një topuz praktik, e veshur me uniform spitali. Ajo kishte sytë e errët të babait të tyre dhe diçka në formën e fytyrës i kujtonte vagël vetë Gentin. Do të provojmë gjithsesi, tha ai. Ajo meriton të di se ka vëllezër e motra që duan ta njohin. Dosja e tretë zbuloi Luan Gashin, 19 vjeç, student inxhinierie në Korçë. Nëna e tij, Amanda Gashi, ishte auditore dhe pati një lidhje të shkurtër me agimin gjatë një konference biznesi. Ajo e rriti Luanin vetëm, por gjithmonë foli pozitivisht për baban, duke thënë se marrëdhënia thjesht nuk kishte funksionuar. Luani u rrit kureshtar për baban, por duke respektuar heshtjen e nënës për detajet. Arturi vazhdoi të hapte dosjet, duke zbuluar histori që ndërthureshin me atë të Agim Berishës në mënyra të ndryshme, por po aq komplekse. Ishte Claudia Meta, 31 vjeçe, më e madhja e fëmijëve jashtëmartesor, e cila punonte si avokate në Durrës dhe kishte 2 fëmijë të vegjël. Ishte rritur duke e ditur se kush ishte babai, por pa pasur kur asnjë kontakt me të, duke krijuar një mur emocional rreth temës. Ishte Dorian Leka, 22 vjeç, i cili punonte në një servis makinash në Vlorë, kishte tatuazhe në krah dhe një histori rebelimi në adoleshencë. Nëna e tij kishte pasur probleme me varësinë nga substancat dhe Doriani praktikisht ishte rritur vetë, duke kaluar disa vite në shtëpi fëmije para se të gjente stabilitet me një xhaxha. Ishte Blerina Çela, 25 vjeçe, mësuese kopshti në Gjirokastër, e cila ishte rritur në një shtëpi fetare me nënën dhe gjyshen, pa e ditur kur se kush ishte babai. E zbuloi të vërtetën vetëm kohët e fundit kur nëna, tashmë e sëmur, vendosi t'i tregonte para se të ishte tepër vonë. Dhe së fundi ishte Teoballa, 27 vjeç, sipërmarrës i një startupi të vogël teknologjik në Sarand, i cili gjithmonë e kishte ditur se babai i tij ishte dikush i pasur dhe i rëndësishëm, por kur nuk i kishte interesuar shumë, i fokusuar në ndërtimin e jetës dhe suksesit të tij përmes punës së palodhur. Kur Arturi mbaroi së prezantuari të gjitha dosjet, Genti ishte i impresionuar nga sasia e jetëve që babai i tij kishte prekur dhe lënë pas. 8 fëmijë, duke më numëruar edhe mua, mërmëriti. 8 njerëz që ndajnë të njëjtin gjak, por u rritën si të huaj të plodh. Elira, e cila kishte dëgjuar gjithçka me vëmendje të heshtur, më në fund foli. Kur do t'i njohim? Arturi e shikoi Gentin, i cili pohoi me kokë. Nëse ju bini dakord, mund të filloj të bëj kontaktet këtë javë. Do t'u shpjegoj situatën, do të përmend trashëgimin, do t'u ofroj teste ADN për të konfirmuar lidhjen, dhe do t'i pyes nëse do të ishin të gatshëm të takoheshin. Por Genti, Elira, duhet të jeni të përgatitur për refuzime. Disa mund të mos duan asgjë me familjen Berisha. Disa mund të jenë të interesuar vetëm për paratë. Dhe disa mund të jenë vërtet të hapur për të ndërtuar marrëdhënie. E kuptojmë, tha Genti. Por duhet të provojmë. Për të gjithë ne. Javët në vijim ishin të mbushura me pritje anktioze. Arturi bëri kontaktet një nga një, gjithmonë me delikatesë dhe profesionalizëm. Reagimet ishin, siç pritej, të ndryshme. Arbëri, muzikanti nga Shkodra, u trondit por u bë kureshtar, duke pranuar menjëherë të bënte testin e ADN-s dhe të njihte vëllezërit e motrat.
Luani, studenti nga Korça, reagoi me entuziazëm të përmbajtur, duke bërë shumë pyetje por duke treguar interes të sinqertë. Marina, infermierja, ishte më e vështirë për t'u bindur. Zemërimi i saj ndaj babait fillimisht ushtrite çdo lidhje me familjen Berisha. Por kur mësoi për Elirën, për një fëmijë që kishte kaluar kaq shumë vështirësi, diçka tek ajo u zbul. Pranoi të bënte testin dhe të paktën të njihte vëllezërit e motrat, pa premtime për te i kësaj. Klaudia, avokatja nga Durrësi, ishte pragmatike. Pranoi të bënte testin, e bëri të qartë se kishte interes për trashëgimin që i takonte, por gjithashtu tregoi një kurreshtje të kujdesshme për gjysmë vëllezërit e motrat. Doriani, nga Vlora, ishte më rezistenti fillimisht, por pas disa bisedave me Arturin, ku avokati i foli për mundësinë për t'i përkitur më në fund një familjeje të vërtetë, ai pranoi të merrte pjesë. Blerina, mësuesja nga Gjirokastra, qau kur mori kontaktin. Tha se gjithmonë kishte ëndërruar të kishte vëllezër e motra, të mos ishte vetëm në boll. Dhe Teo, si përmarrësi nga Saranda, pranoi me një qëndrim praktik dhe të pakomplikuar, duke thënë se gjithmonë kishte qenë për zgjerimit të rrjetit të tij të kontakteve dhe vëllezërit e motrat i dukeshin një shtesë interesante. Të gjitha testet e ADN-s u kryen dhe, pa surpriza, konfirmuan atë që agimi kishte dokumentuar. Të gjithë ishin, në fakt, gjysmë vëllezër e motra. Me rezultatet në dorë, Arturi organizoi një takim. Genti sugjeroi që të ishte në një vend neutral, larg apartamentit të tij luksos dhe çdo mjedisi që mund të friksonte ose krijonte siklet. Morën me qira një vilë të madhe dhe komode në dajt për një fundjavë të tërë. Dita e takimit agoi e vrenjtur, me një shi të imët që i jepte ajrit një freski melankolike. Genti dhe Elira ishin të parët që mbërritën, të ndjekur shpejt nga Arturi. Pastaj, një nga një, vëllezërit e motrat e tjerë filluan të shfaqeshin. Çdo mbërritje shënohej nga një moment çudie, nga vështrime që kërkonin ngjashmëri, nga buzëqeshje të ndrojtura dhe përshëndetje të ngathta. Arbëri mbërriti me kitaren e tij të varur në shpinë, një buzëqeshje nervoze në fytyrë. Marina erdhi me uniform, direkt nga turni, me një shprehje të mbyllur por sy kureshtar. Luani kishte qëndrimin e dikujt që vazhdimisht vëzhgon dhe analizon gjithçka përreth. Klaudia mbërriti me taka të larta dhe kostum të patëmet, gjithë autoritetin e një avokateje me përvojë në qëndrimin e saj. Doriani u shfaq me motor, xhaket lëkure dhe një aureol mosbesimi. Blerina solli një buzëqeshje të ëmbël dhe një qese plot me ëmbëlsira shtëpie që i kishte përgatitur. Dhe Teo erdhi me laptopin e tij, pak me vonesë sepse ishte në një videokonferencë gjatë rrugës. Kur të gjithë u mblodhen në sallonin e madh të shtëpisë, pati një moment heshtjeje të rëndë. 8 njerëz që ndanin një baba, por asgjë tjetër, 8 histori braktisjeje dhe mbijetese, të gjitha duke u bashkuar në atë hapësirë. Ishte Elira ajo që theu heshtjen. Me 9 vitet e saj të sapo mbushura dhe një guxim që i befasoi të gjithë, ajo u ngrit dhe tha: "Përshëndetje, unë jam Elira. E di që kjo është shumë e çuditshme për të gjithë ne, por doja të thoja se jam shumë e lumtur që po ju njoh. Kam kaluar shumë kohë vetëm, duke menduar se nuk kisha askënd në bollë. Dhe tani zbuloj se kam 7 vëllezër e motra. E di që babai ynë nuk ishte njeri i mirë, që bëri gjëra të gabuara dhe lëndoi shumë njerëz. Por ju nuk keni faj për këtë. Dhe as unë. Dhe mendoj se ne mund të zgjedhim të jemi ndryshe nga ai. Mund të zgjedhim të jemi një familje e vërtetë." Pati një tjetër moment heshtjeje, por ky ishte ndryshe, i ngarkuar me emocion. Blerina ishte e para që u ngrit, përshkoi dhomën dhe përqafoi Elirën. "Ti je shumë e mençur për moshën tënde, vogëlushe. Ke plotësisht të drejtë. Mund të zgjedhim të jemi ndryshe." Pak nga pak, barrierat filluan të binin. Arbëri mori kitaren dhe filloi të luante një melodi të butë, diçka që theu një pjesë të tensionit. Doriani, për habin e të gjithëve, filloi të tregonte histori qesharake nga koha e tij në servis, duke i bërë të tjerët të qeshnin. Marina, pavarësisht rezervës së saj fillestare, filloi të bënte pyetje për jetët e secilit, kurreshtja e saj si infermiere dhe kujdestare doli në pa. Genti vëzhgonte gjithçka me një përzierje gëzimi dhe trishtimi. Gëzim për të parë ato lidhje duke u formuar, trishtim për atë që mund të kishte qenë nëse babai i tyre do të kishte pasur guximin t'i bashkonte më parë. Por nuk ja vlente të jetoje me sikur. E tashmja ishte ajo që kishte rëndësi, dhe në të tashmen, ai shite një familje duke lindur. Gjatë asaj fundjave, ata ndan historitë e tyre.
Secili rrëfeu rrugëtimin e tij, luftërat, fitoret e vogla dhe të mëdha, momentet kur ndjen mungesën e një babai, momentet kur mungesa e tij u duk si një bekim. Qanë së bashku, qeshën së bashku, u grindën pak gjithashtu, sepse familjet grinden dhe në fund të atyre 3 ditëve nuk ishin më tet të huaj. Ishin vëllezër e motra. Para se të ndaheshin, bën një pakt. Do të krijonin një grup mesazhesh për të mbajtur kontakte. Do të organizonin takime të rregullta, të paktën 2 herë në vit. Dhe më e rëndësishmja, do të ishin aty për njëri tjetrin kur të kishin nevojë. Nuk do të ishte një familje e përsosur, sepse familja e përsosur nuk ekziston, por do të ishte një familje e vërtet, e ndërtuar mbi zgjedhjen dhe jo mbi detyrimin. Në muajt që pasuan, ai grup mesazhesh u bë një nga pasuritë më të çmuara të secilit prej tyre. Ndanin arritje, kërkonin këshilla, shfrynin frustrime. Arbery dërgonte video nga performancat e tij muzikore. Marina ndante histori emocionuese nga spitali. Luani kërkonte ndihmë me detyrat e fakultetit. Claudia u jepte këshilla juridike falas të gjithëve. Doriani dërgonte foto të motorëve që rregullonte. Blerina ndante vizatime që bënin nxënësit e saj. Teo fliste për startupin e tij dhe ndonjëherë kërkonte mendime për ide biznesi. Dhe Elira, më e vogla, i mbante të gjithë të përditësuar për shkollën, shoqet e saj, zbulimet e saj të përditshme. Ishte gjatë një prej këtyre bisedave në grup, në një natë kur Elira ishte veçanërisht mendimtare, që ajo dërgoi një mesazh që do të ndryshonte gjithçka edhe një herë. Po mendoja për historinë time, për të gjithë fëmijët që janë ende në rrugë siç isha unë. A mendoni se mund të bënim diçka për të ndihmuar? Pyetja e Elirës bëri jehon të secili prej vëllezërve e motrave të saj në mënyra të ndryshme. Për Gentin, i cili tashmë po mendonte për mënyra për ta bërë pasurinë e tij më kuptimplot, ishte një thirrje e qartë. Për Marinën, e mësuar të kujdesej për njerëzit e pambrojtur në spital, ishte një zgjatim i natyrshëm i punës së saj. Për të tjerët, ishte një kujtesë e cenueshmërive të tyre të kaluara, e momenteve kur edhe ata kishin pasur nevojë për ndihmë. Ajo pyetje e thjesht nisi një seri bisedash më të thella. U mblodhën përsëri, këtë herë me një qëllim specifik. Donin të krijonin diçka që do të bënte një ndryshim real në jetën e fëmijëve në situatë të vështirë, veçanërisht atyre në situatë rruge. Elira ndau përvojën e saj, rreziqet që kishte hasur, vetmin, frikën, urinë. Dhe zëri i saj, megjithse ende fëminor, mbarte një autoritet që askush nuk mund ta vinte në dyshim. Ajo e dinte se për çfarë po fliste sepse e kishte jetuar. Genti, duke përdorur përvojën e tij të biznesit dhe kontaktet e tij, filloi të hulumtonte se çfarë do të duhej për të krijuar një fondacion. Claudia ofroi ekspertizën e saj juridike për të strukturuar organizatën siç duhet. Teo filloi të mendonte për mënyra për ta bërë operacionin efikas dhe të qëndrueshëm. Marina mendoi për kujdesin shëndetësor fizik dhe mendor që do t'u duhej fëmijëve. Blerina imagjinoi programe arsimore të përshtatura. Arbery mendoi për kurse arti dhe muzike. Doriani propozoi kurse profesionale. U desh gati një vit planifikim, mbledhje, diskutime të nxehta dhe shumë punë. Por më në fund, fondacioni Elira Prifti u inaugurua zyrtarisht. Emri ishte një homazh jo vetëm për vajzën që frymëzoi projektin, por edhe për Julianën, forca e së cilës në rritjen e një vajze vetëm në kushte kaq të vështira meritonte të kujtohej. Njësia e parë e fondacionit u themelua në zonën e kombinatit në Tiranë, në një zonë me përqendrim të lartë të familjeve në situatë të vështirë. Nuk ishte thjesht një streh, por një qendër e plotë që ofronte strehim, ushqim, arsim, kujdes psikologjik, kurse profesionale dhe përgatitje për reintegrim familjar ose birësim të përgjegjshëm. Secili prej vëllezërve e motrave kontribuoi sipas mundësive të tij. Genti siguroi pjesën më të madhe të financimit fillestar, duke përdorur një pjesë të trashëgimisë së tij dhe duke investuar personalisht në projekt. Claudia dhuroi orë pune juridike. Marina organizoi një sistem vullnetar të kujdesit mjekësor. Luani ndihmoi në projektimin efikas të ambienteve. Doriani krijoi një servis mekanik ku adoleshentët mund të mësonin një zanat. Blerina zhvilloi kurrikulën arsimore. Arbery organizoi klasa muzike. Teo implementoi sisteme menaxhimi dhe mbledhje fondesh digjitale. Dhe Elira, edhe pse ende fëmijë, u bë zemra dhe simboli i fondacionit.
Historia e saj ndahej me lejen e saj dhe në mënyrë të përshtatur për të mbrojtur privatësinë e saj, si frymëzim dhe kujtesë sepse ajo punë kishte rëndësi. Ajo e vizitonte fondacionin rregullisht, luante me fëmijët e strehuar, ndante përvojën e saj në mënyrë të përshtatshme për moshën e saj dhe u bë një shembull i gjallë se ishte e mundur të kapërcejë trauma dhe të ndërtojë një jetë e re. Fondacioni u arrit me shpejtësi. Fama për punën serioze dhe të dashur që po bëhej tërhoqi donacione, vullnetar dhe vëmendjen e medias. Në më pak se 2 vjet, ata tashmë po planifikonin një njësi të dytë. Vendimi ishte ta hapnin në Shkodër, ku banonte Arbëri, duke u bërë koordinatori lokal. Marina sugjeroi që tjetra të ishte në Vlorë, ku ajo mund ta mbikëqyrte personalisht. Dhe kështu, vizioni filloi të zgjerohej. Por përtej punës së fondacionit, diçka po aq e rëndësishme po ndodhte. 8 vëllezërit e motrat po bëheshin vërtet një familje. Festonin ditëlindjet së bashku, kalonin festat në shoqërinë e njëri tjetrit, mbështesnin njëri tjetrin në momente të vështira. Kur Doriani kaloi një ndarje të dhimbshme, të gjithë u mobilizuan për ta mbështetur. Kur Luani u diplomua, të gjithë shkuan në ceremoninë e diplomimit. Kur Klaudia pati probleme me ish bashkëshortin për kujdestarinë e fëmijëve, Genti dhe Teo e ndihmuan financiarisht dhe emocionalisht. Elira vëzhgonte gjithë këtë me sy që, megjithse të rinj, kishin parë shumë nga jeta. Shite se si vëllezërit e motrat e saj, secili i plagosur në mënyrën e vet nga braktisja atërore, po zgjidhnin të ndërtonin diçka ndryshe, diçka të bukur dhe reale. Dhe ajo, që kishte humbur kaq shumë kaq herët, tani kishte një familje të madhe, të zhurmshme, të papërsosur por thellësisht të dashur. Kishte vëllezër e motra që e mbronin, që kujdeseshin, që ishin të pranishëm. Zbrazëtia që humbja e nënës kishte lënë nuk do të mbushej kurrë plotësisht, por ishte e rrethuar me kaq shumë dashuri sa që dhimbja zvogëlohej çdo ditë që kalonte. Kapitulli 4. Vitet kaluan me atë shpejtësinë befasuese që e vërejmë vetëm kur kthejmë kokën pas dhe pyesim veten se ku shkoi gjithë ajo kohë. Elira u arrit, jo vetëm në gjatësi dhe moshë, por në forcë, mençuri dhe qëllim. Vajza e brish dhe e friksuar që Genti kishte gjetur në atë trotuar të bulevardit u shndërrua në një adoleshente të vendosur dhe më pas në një grua të re të jashtëzakonshme. Në moshën 18 vjeçare, Elira ishte bërë një studente e shkëlqyer, me nota shembullore dhe një interes të veçantë për psikologjinë dhe punën sociale. Kalonte çdo fundjavë në fondacionin që mbante emrin e saj, jo si një vizitore e shuar, por si një vullnetare aktive, duke punuar drejt për drejt me fëmijët e strehuar. E njihte secilin me emër, dinte historitë e tyre, frikërat, ëndrat. Dhe ata e shihnin jo vetëm si dikë që i ndihmonte, por si dikë që i kuptonte vërtet, sepse kishte qenë në vendin e tyre. Fondacioni Elira Prifti tani operonte 4 njësi në qytete të ndryshme të Shqipërisë. E para në Tiranë vazhdonte të ishte më e madhja dhe më e kompletuara, duke shërbyer si model për të tjerat. E dyta në Shkodër, e koordinuar nga Arbëri, kishte zhvilluar një program muzike dhe arti që po transformonte jetë, duke u dhënë fëmijëve forma shprehjeje për traumat që nuk arrinin t'i verbalizonin. E treta në Vlorë, ku Marina i kushtonte një pjesë të konsiderueshme të kohës së saj të lirë, fokusohej veçanërisht në kujdesin psikologjik dhe mjekësor, me partneritete me spitalet lokale. Dhe e katërta, e sapo inauguruar në Gjirokastër në mbikëqyrjen e Blerinës, po implementonte inovacione pedagogjike që tashmë tërhiqnin vëmendjen e edukatorëve nga i gjithë vendi. Çdo njësi kishte pjesëmarrjen aktive të paktën njërit prej vëllezërve e motrave, por të gjithë përfshiheshin në një farë mënyre, qoftë me donacione të rregullta, punë vullnetare apo duke përdorur rrjetet e tyre të kontakteve për të siguruar më shumë mbështetje. Fondacioni kishte strehuar dhe ndihmuar qindra fëmijë që nga krijimi i tij dhe rezultatet ishin të dukshme jo vetëm në shifra, por në jetë konkrete që ishin transformuar. Genti, i cili tani ishte 40 vjeç, ishte bërë një figurë e respektuar jo vetëm në botën e biznesit, por edhe në sektorin e tretë. Vazhdonte të administronte bizneset e familjes, por me një perspektivë krejtësisht të ndryshme nga ajo që kishte para se të njihte Elirën. Fitimet tani drejtoheshin pjesërisht për kauza sociale, hotelet e Rjetit Berisha implementuan programe punësimi për të rinj në situatë të vështirë, dhe Genti shpesh jepte leksione mbi përgjegjësinë sociale të korporatave. Kur nuk u martua dhe nuk pati fëmijë, gjithmonë duke thënë me një buzëqeshje se tashmë kishte më shumë familje se sa mund të menaxhonte, dhe se Elira ishte vajza e zemrës së tij edhe pse zyrtarisht ishte motra e tij. Vëllezërit e motrat e tjerë gjithashtu kishin ndërtuar jetët e tyre.
Marina ishte specializuar në pediatri dhe punonte si vullnetare në komunitetet të varfra përveç punës së saj në spital. Arbery kishte publikuar 3 albume me muzikë autoriale, me tekste që flisnin për familjen, përkatësinë dhe tejkalimin. Luani ishte diplomuar në inxhinieri dhe punonte duke zhvilluar projekte për banesa sociale të përballueshme. Claudia vazhdonte të ishte një avokate e suksesshme, por tani i kushtonte një pjesë të konsiderueshme të kohës së saj çështjeve pro bono për familjet në situatë të vështirë. Doriani e kishte shndërruar servisin e tij mekanik në një shkollë profesionale për të rinj në rrezik social. Blerina botoi një libër mbi arsimin gjithëpërfshirës që u bë referencë në fushën e saj. Dhe Teo e kishte shitur startupin e tij për një shumë mbresëlënëse dhe kishte investuar një pjesë të madhe të parave në projekte sociale dhe në zgjerimin e fondacionit. Marrëdhënia mes vëllezërve e motrave ishte e fortë, por jo pa konflikte, sepse familja e vërtet ka tensione, mosmarrëveshje, dallime mendimesh. Kishte momente kur diskutonin ashpër për drejtimin e fondacionit, për çështje financiare, për vendime personale që disa i quanin të drejta dhe të tjerë të gabuara. Por gjithmonë gjenin mënyra për t'i zgjidhur, për të biseduar, për të kujtuar se ajo që i bashkonte ishte më e fortë se ajo që i ndante. Mimoza Berisha, e veja e agimit, ishte mbajtur larg gjithçkaje. Pasi humbi betejën gjyqësore, u tërhoq në një jetë më të izoluar, e hidhëruar me atë që e konsideronte një tradhti pas vdekjes nga bashkëshorti i saj dhe një vjedhje të trashëgimisë së tij. Genti u përpoq disa herë të vendoste një lloj pajtimi, por ajo refuzoi të gjitha kontaktet. Ishte një plagë që ndoshta nuk do të shërohej kurrë, por Genti mësoi të bënte paqe me këtë, duke kuptuar se nuk mund të detyronte faljen apo pranimin e askujt. Ishte në një pasditë vjeshte, pak ditë para se Elira të mbushte 21 vjeç, që Arturi kërkoi ta takonte atë dhe Gentin në zyrën e tij. Avokati, tani mbi 70 vjeç dhe me disa fije floku të bardha më shumë, kishte një shprehje solemne kur i priti. Elira, tha ai pas përshëndetjeve fillestare, baba ju t'la udhëzime specifike që ti të merrje diçka kur të mbushje moshën madhore. Genti e dinte këtë, por ti jo. Mendova se ishte e përshtatshme të prisja këtë moment për ta dorëzuar. Arturi mori një zarf të vulosur nga një sirtar i kyçur, qartësisht i ruajtur aty për vite me radhë. Zarfi ishte prej letre të trashë dhe të zverdhur nga koha, me emrin Elira të shkruar me dorë me një kaligrafi të fortë por elegante. Elira e shikoi Gentin, i cili pohoi me kokë inkurajuese, dhe pastaj mori zarfin me duar që i dridheshin lehtë. Mund ta hapësh tani ose në shtëpi, privatisht, tha Arturi me butësi. Zgjedhja është e jotja. Elira mori frym thellë. Do ta hap tani. Genti, a do të qëndrosh? Sigurisht. Nëse ti dëshiron, do të jem këtu. Me gishta të kujdesshëm, Elira hapi zarfin dhe nxori disa flet letre, të mbuluara me të njëjtën kaligrafi si zarfi. Filloi të lexonte në heshtje, por shpejt lotët filluan. Ti rridhnin në përfaqe. Genti u ngrit dhe ul pranë saj, duke i mbajtur dorën ndërsa ajo lexonte. Kur mbaroi, Elira qëndroi në heshtje për një moment të gjatë, duke mbajtur fletët kundër gjoksit. Dëshiron ta ndash, pyeti Genti butësisht, apo është diçka private? Elira fshiu lotët dhe pohoi me kokë. Dua ta lexoj për ty, ti meriton ta dëgjosh gjithashtu. Dhe kështu, në atë zyrë të heshtur, me qytetin e zhurmshëm dhe indiferent të Tiranës jashtë, Elira lexoi letrën që babai i saj i kishte shkruar vite më parë, duke e ditur se nuk do të ishte gjallë për ta parë të rritej. Letra fillonte me një kërkesë faljeje. Agimi i njihte gabimet e tij, frikën, paftësinë për të bërë zgjedhjet e duhura kur kishte rëndësi. Flitej për Julianën, për mënyrën se si ajo kishte qenë ndryshe nga të gjitha gratë e tjera në jetën e tij, për mënyrën se si dashuria e tij për të kishte qenë e vërtet, intensive, madje e frikshme. Por ai kishte pasur frikë nga skandali, frikë se mos humbiste gjithçka që kishte ndërtuar, frikë se mos zhgënjente pritshmëritë familjare dhe sociale. Dhe kështu, kur Juliana mbeti shtatzën, ai kishte zgjedhur rrugën më të lehtë për të dhe më të vështirë për të, rrugën e mohimit dhe braktisjes. Ai shkruante për pendimin, për mënyrën se si me kalimin e viteve, veçanërisht pasi u sëmur dhe kuptoi se koha e tij ishte e kufizuar, filloi të kuptonte madhësinë e asaj që kishte humbur. Jo vetëm shansin për të njohur Elirën dhe fëmijët e tjerë, por shansin për të qenë një person më i mirë, për të jetuar me integritet në vend të leverdisë. Flitej për mënyrën se si e kishte zili Julianën për guximin e saj për të rritur një vajzë vetëm, për të bërë atë që ishte e drejtë edhe kur ishte e vështirë.
Letra vazhdonte me fjalë specifike për Elirën. Agimi shkruante se kur nuk e kishte takuar personalisht, por kishte punësuar hetues privat në vitet e fundit të jetës së tij për të ndjekur në mënyrë diskrete se si ishin ajo dhe Juliana. E dinte se Elira ishte inteligjente, kreative, plot jetë. I vinte thellësisht keq që nuk kishte pasur guximin të prezantojë, të merrte përgjegjësinë e tij. Por kishte frikë nga refuzimi që do të meritonte, frikë se mos shkaktonte më shumë dhimbje se sa kishte shkaktuar tashmë. Ai e mbyllte letrën duke kërkuar falje, jo sepse mendonte se e meritonte, por sepse e dinte se Elira meritonte shansin të zgjidhte nëse do ta falte apo jo. Dhe pavarësisht zgjedhjes së saj, donte që ajo ta dinte se nëna e saj kishte qenë e vetmja grua që ai e kishte dashur vërtet, se koha që kishin kaluar së bashku kishte qenë më e sinqerta e jetës së tij, dhe se Elira ishte fryti i asaj dashurie edhe pse ai nuk kishte pasur guximin ta nderonte. Reshti i fundit i letrës thoshte thjesht, bëhu personi që unë nuk pata kurajen të bëhesha. E di që ti tashmë je e tillë. Kur Elira mbaroi së lexuari, heshtja në zyrë ishte e dendur nga emocioni. Arturi fshinte diskretisht sytë e tij. Genti i shtrëngonte dorën e Elirës, pa ditur ç'të thoshte, sepse ndonjëherë nuk ka fjalë të duhura për momente të tilla. Më në fund, Elira palosi me kujdes fletët dhe i vendosi përsëri në zarf. Zëri i saj ishte i mbytur por i prerë kur foli. Unë e fal atë. Jo sepse ajo që bëri është e drejtë, dhe jo sepse dhimbja që i shkaktoi nënës sime mund të fshihet. Por sepse të mbash zemërim dhe inat vetëm do të më lëndonte mua, dhe unë kam vuajtur mjaft në jetë. Dhe sepse, në fund, edhe pse ishte tepër vonë, ai u përpoq të bënte diçka. Laudhëzime që unë të kujdesesha, që të gjithë fëmijët e tij të njieshin. Nuk mjafton, kur nuk do të mjaftoj, por është më shumë se sa do të bënin shumë të tjerë. Genti e përqafoi motrën e tij, duke ndjerë një krenari të pamas për gruan që ishte bërë. Nëna jote do të ishte kaq krenare për ty, pëshpëriti ai. Fondacioni Elira Prifti vazhdoi të rritej në vitet në vijim. Kur Elira mbushi 25 vjeç, ishin tashmë 6 njësi në funksionim, me plane për 2 të tjera. Organizata kishte fituar çmime kombëtare për ndikimin social, ishte bërë temë dokumentarësh dhe reportazhesh speciale, dhe më e rëndësishmja, kishte ndryshuar konkretisht jetën e më shumë se 1000 fëmijëve. Elira ishte diplomuar në psikologji dhe kishte përfunduar një master në politika publike. U bë drejtoresha ekzekutive e fondacionit, duke sjellë si pasion ashtu edhe profesionalizëm në këtë post. Emri i saj filloi të qarkullonte në konferenca mbi të drejtat e fëmijëve dhe adoleshentëve, në seanca dëgjimore publike mbi politikat e mbrojtjes sociale, në leksione për biznesmen mbi përgjegjësinë sociale. Historia e saj personale, nga një vajzë që kishte fjetur në rrugët e Tiranës në një lidere të njohur në kauza sociale, frymëzonte mira. Por Elira kur nuk e humbi lidhjen me realitetin nga ku kishte ardhur. Vazhdonte të vizitonte rregullisht njësitë e fondacionit, duke u ulur në dysheme me fëmijët, duke dëgjuar historitë e tyre, duke u fshir lotët, duke ndarë shpresë. Kujtonte gjithmonë se ku kishte qenë, netët me të ftohtë dhe uri, frikën dhe vetminë. Dhe i përdorte këto kujtime jo si plag, por si karburant, si kujtesë të vazhdueshme sepse puna e saj kishte rëndësi. Genti, duke vëzhguar Elirën në këto vizita, shpesh prekej. Ajo vajzë e vogël dhe e frikësuar që ai e kishte gjetur rastësisht vite më parë ishte bërë një forcë e natyrës, një transformuese jetësh, një dritë në errësirë për kaq shumë fëmijë që ishin aty ku kishte qenë ajo. Dhe ai e dinte, me siguri absolute, se ai takimi i rastësishëm atë pasdite në bulevard nuk kishte qenë rastësi. Kishte qenë fat, qëllim, mënyra e universit për të korrigjuar disa nga gabimet e së kaluarës. 8 vëllezërit e motrat vazhduan të ishin familje, edhe kur jeta i çoi në rrugë të ndryshme. Ruanin traditën e takimeve të paktën 2 herë në vit, tani me bashkëshort, fëmijët e tyre të disa prej tyre, një familje që ishte rritur dhe degëzuar. Në takime, gjithmonë kishte një moment kur dikush propozonte një dolli për baban që kur nuk e patën, jo për ta nderuar, por për të falendëruar që nga dështimet e tij kishte lindur diçka kaq e bukur sa ajo familje e zgjedhur që kishin ndërtuar. Në një nga këto takime, kur Elira ishte 28 vjeçe, ajo bëri një njoftim që i befasoi dhe i preku të gjithë. Dua t'ju tregoj për diçka që kam menduar shumë. Po shkruaj një libër për historinë time, për historinë tonë si familje.
Jo për të fituar para apo famë, por sepse besoj se ka shumë njerëz atje jashtë që kanë nevojë të dinë se është e mundur të tejkalohet, se familja nuk është vetëm gjak, se mund të zgjedhim të jemi më të mirë se sa ishin prindërit tanë. Reagimi ishte mbështetje unanime. Marina ofroi të ndihmonte me pjesët mjekësore dhe psikologjike. Arbëri ofroi të kompozonte një kolonë zanore nëse libri do të bëhej audiobook. Claudia ofroi mbështetje juridike për çështjet e privatësisë dhe të drejtave. Dhe Genti thjesht tha se ishte krenar, siç ishte gjithmonë kur bëhej fjalë për Elirën. Libri u botua 2 vjet më vonë, me titullin e thjeshtë dhe të fuqishëm, Nga rrugët në shtëpi, një histori braktisjeje, takimi dhe shpengimi. U bë një bestseller pothuajse menjëherë, jo vetëm sepse historia ishte prekse, por sepse ishte e vërtetë, e papërpunuar, e sinqertë. Elira nuk i zbuti pjesët e vështira, nuk e romantizoi vuajtjen, por as nuk mbeti e bllokuar në dhimbje. Tregoi rrugën e tejkalimit, të ndërtimit të diçkaje të re mbi rënojat e së kaluarës. Një pjesë e konsiderueshme e fitimeve të librit u drejtua për fondacionin, duke lejuar hapjen e 2 njësive të tjera dhe implementimin e programeve të reja. Historia e Elirës frymëzoi shumë njerëz të tjerë të përfshiheshin në kauza sociale, të dhuronin kohë dhe burime, të shikonin me më shumë dëmshuri ata që shoqëria preferon të injorojë. Në mbrëmjen e promovimit të librit, Elira ishte e rrethuar nga familja e saj, të gjithë vëllezërit e motrat të pranishëm, disa miq të afërt, përfaqësues të organizatave partnere të fondacionit, dhe disa nga fëmijët dhe të rinj që kishin kaluar nëpër fondacion dhe tani po rindërtonin jetët e tyre. Në fjalimin e saj, Elira foli për mirënjohjen, për shanset e dyta, për mënyrën se si gjëja më e keqe që i kishte ndodhur, humbja e nënës dhe përfundimi në rrugë, përfundimisht e kishte çuar te më e mira, gjetja e një familjeje dhe një qëllimi. Nëna ime Juliana më mësoi për dashurinë pa kushte, për të bërë atë që është e drejtë edhe kur është e vështirë, për të mos u dorëzuar kurrë, tha ajo me zë të mbytur. Vëllai im Genti më mësoi për besnikërinë, për familjen e zgjedhur, për përdorimin e privilegjit për të bërë një ndryshim. Vëllezërit e motrat e mi të tjerë më mësuan se familja mund të ndërtohet, se nuk kemi nevojë të përcaktohemi nga gabimet e prindërve tanë, se së bashku jemi më të fortë. Dhe fëmijët që kalojnë nëpër fondacionin ton më mësojnë çdo ditë për qëndrueshmërinë, shpresën dhe aftësinë e pabesueshme të zemrës njerëzore për t'u shëruar. Ajo bëri një pauzë, duke parë foton e kornizuar të Julianës që ishte në tavolinën pranë saj, të njëjtën foto që Genti e kishte mbajtur në portofol vite më parë, foton që kishte nisur gjithçka. Kjo foto ma ndryshoi jetën, vazhdoi ajo. Kur e pash në portofolin e një të huaj, nuk e imagjinoja se ai do të ishte fillimi i një udhëtimi kaq të jashtëzakonshëm. Nëna ime nuk është më këtu fizikisht, dhe babai im kur nuk pati guximin të ishte i pranishëm kur mundej. Por në një farë mënyre, dashuria që ata ndan për pak kohë krijoi jo vetëm mua, por përmes një serie ngjarjesh të pabesueshme, krijoi një familje të tërë, krijoi këtë fondacion, krijoi shpresë për qindra fëmijë. Lotët rridhnin lirshëm nëpër fytyrën e Elirës tani, por ishin lot mirënjohjeje, jo trishtimi. Kështu që dua të them faleminderit. Faleminderit nënës sime, kudo që të jetë, që më deshi kaq shumë dhe kaq mirë në kohën që patëm së bashku. Faleminderit babait tim, pavarësisht gjithçkaje, që në fund u përpoq të bënte atë që ishte e drejtë. Faleminderit Gentit që ndaloi në atë trotuar, që u kujdes, që luftoi për mua. Faleminderit vëllezërve e motrave të mi që zgjodhët të ishit familje. Dhe faleminderit secilit person këtu që beson se çdo fëmijë meriton dashuri, siguri dhe të ardhme. Nuk kishte sy të thatë në sallë kur Elira mbaroi. Genti e përqafoi, i ndjekur nga të gjithë vëllezërit e motrat e tjerë, duke formuar një rreth të ngushtë dashurie dhe mbështetjeje. Dhe në atë moment, duke parë atë skenë, çdo person që do të vëzhgonte do të shihte jo gabimet e së kaluarës, por triumfin e së tashmes, jo braktisjen por takimin, jo dhimbjen por shërimin. Vite më vonë, kur Elira ishte 35 vjeçe, fondacioni Elira Prifti tashmë operonte 10 njësi në 7 qytete të Shqipërisë, kishte ndihmuar më shumë se 3000 fëmijë dhe adoleshentë, dhe ishte bërë referencë kombëtare në strehimin dhe reintegrimin social. Elira ishte bërë një zë me ndikim në politikat publike, ishte ftuar të fliste në Kombet e Bashkuara për të drejtat e fëmijëve, kishte frymëzuar krijimin e organizatave të ngjashme në vende të tjera të Ballkanit. Genti, tani mbi 50 vjeç dhe me disa fije floku të thinjura që i mbante me krenari, e zvogëloi edhe më shumë përfshirjen e tij të drejtë për drejtë në bizneset e familjes për t'i kushtuar më shumë kohë fondacionit dhe për të shijuar jetën me familjen e tij të madhe.
Kur nuk u pendua për asnjë zgjedhje që bëri që nga ajo pasdite kur një vajzë e vogël e bëri të ndalonte dhe të kushtonte vëmendje. Vëllezërit e motrat e tjerë vazhdonin jetët e tyre, secili duke kontribuar në mënyrën e vet për një botë më të mirë, secili duke mbajtur me vete mësimet e nxjerra mbi familjen, faljen dhe shpengimin. Fëmijët e tyre rriteshin duke dëgjuar historinë se si lindi familja Berisha, jo nga një mbiemër prestigjioz, por nga një takim i rastësishëm dhe nga një zgjedhje për të dashur. Dhe Elira, sa herë që shikonte pas fëmijën që ishte, udhëtimin që kishte bërë, ndjente një përzierje komplekse emocionesh. Kishte trishtim për atë që humbi, për nënën që e pati për kaq pak kohë, për fëmijërinë që ju voll. Por kishte edhe mirënjohje, që kishte mbijetuar, që kishte gjetur familje, që kishte zbuluar një qëllim. Dhe kishte vendosmëri për të siguruar që historia e saj të mos ishte përjashtim por shembull, që fëmijët e tjerë të kishin shansin që ajo pati për të shndërruar dhimbjen në forcë, braktisjen në përkatësi, dëshpërimin në shpresë. Jeta e Elirës filloi në heshtje, në vetmi, në errësirë. Por përmes guximit, këmbënguljes, dashurisë dhe mbështetjes, ajo kishte ndërtuar një jetë që shkëlqente, që frymëzonte, që bënte një ndryshim. Dhe sa herë që shihte një fëmijë që mbërrinte i frikësuar dhe i lënduar në një nga njësitë e fondacionit, dhe muaj më vonë shihte të njëjtin fëmijë duke buzëqeshur, duke luajtur, duke ëndërruar për të ardhmen, Elira e dinte se gjithçka që kishte kaluar ja kishte vlerëtur. Sepse në fund ne nuk përcaktohemi nga ku fillojmë apo nga letrat që na jep jeta, por nga zgjedhjet që bëjmë dhe nga dashuria që zgjedhim të ndërtojmë dhe të ndajmë. Dhe kjo e vërtet e thjesht por e fuqishme ishte trashëgimia e vërtet jo e Agim Berishës, i cili dështoi ta njihte sa ishte gjallë, por e Juliana Priftit, e cila deshi pa kushte, dhe e Elira Priftit, e cila shndërroi dhimbjen në qëllim dhe braktisjen në dashuri.